Kodi i etikës i këtij kuvendi përcakton në radhë parë që respektimi i institucioneve i Republikës së Shqipërisë është arsyeja sepse ne kemi këtë mandat. Dhe është e qartë që këtu nuk kemi një parti antisistem, po kemi një parti të establishmentit më të rëndë të sistemit që vjen dhe përdor populizmin për të delegjitimuar Republikën e Shqipërisë në shërbim të interesave më të rënda antishqiptare. Vjen dhe na thot këtu një person i cili kishte turp punën e inxhinierit që do të detyrohej që të punonte si inxhinier, po të mos kishte lekët e oligarkëve të familjes së tij, e na i thot neve pse vim më herët në punë. Kështu jemi mësuar, Redi Muçi. Jemi mësuar që të vim në punë, të punojmë, të nxjerrim lekët me djersën e ballit, të mbajmë familjet tona dhe të mos vemi në zona të mbrojtura, që të kemi atje aksione, pastaj të protestojmë ca zona të tjera të mbrojtura ku duam të marrim aksione. Jemi mësuar që të punojmë me djersën e ballit dhe të mos themi që kemi bërë shkollën te Koto Hoxhi dhe e dilim nga shtëpia që mami i dha leje babit për të ndërtuar një godin mund mes të oborit dhe të bëjmë pastaj dy fytyrësinë që të flasim për arsimin. Kështu jemi mësuar të punojmë. Një pjesë e mirë e këtij grupi, besoj të gjithë, po mund të flas vetëm për ata që njoh, e di që janë mësuar të punojmë. Ti s'ke punuar ndonjëherë dhe prandaj ta mirëkuptoj habin tënde se si njerëzit punojnë. Po më e rëndësishmja që dua të them këtu është se ti fole për agent iranian, serb e grek. Ti nuk je agent, nuk e besoj, nuk e di. Nuk e vendos dorën zjarë, po nuk e di. Ajo që di është që para një jave këtu kishte një seancë për çamërin, ti nuk erdhe. Pastaj kishte aktivitet në Qafboll që të kanë ftuar personalisht, ti nuk erdhe. Dhe ke dalë këtu dhe je viktimizuar se ne të akuzokemi ty se ke kombësinë greke. Është për zgjedhje prindërve të tu të kesh kombësinë greke, njërin e ke me kombësi shqiptare, njërin greke. Është për zgjedhje jote pas 18 vjeç që të kesh kombësinë greke, dhe të paktën meqense ishte deklarata ime ajo, unë me minoritarët nuk kam asnjë problem. Pse? Se janë pjesë e shëndetshme e kësaj shoqërie. Se janë bashkëqytetarë tanë të shëndetshëm, sepse janë një pasuri në mozaikun tonë kombëtar. Janë shqiptar patriot e njëherë grek të pashuar. Ajo që kam problem unë është vorrepirotizmi tënd. Është fakti që ti nga ana shqiptare tënde je pasardhës si një prej fisëve më vorrepirotiste të Himarës, e po ti ishe ti ndryshe do ti ishe kapelen. Po ti nuk flet dot për çamërin. Ti që bën patriotin, ti nuk flet dot për çamërin. Ti thua punë e madhe çamëria, ja shiko reagimin tënd. Ti je një apatrid, një tradhëtar.